Kjo është e gjitha. Atëre, qëfar do bëjmë? Do presim. E qartë, deri tani zërat kundër duket se mungojnë, mbetet për të parë në vijim. Avokat, në këto minuta të fundit duhet ndalemi pak tek zhvillimet që lidhen me Kosovën, edhe aty tension, mosmarrveshje. 25 seanca kanë dështuar me të sotmen sa i përket konstituimit të kuvendit, një ngërç politik dhe institucional. Shihni një mundësi që palët, liderët politik atje të bashkëpunojnë dhe ta kapërcejnë këtë krizë? Deri tani, të gjitha partit, veç partisë së Kurtit, nuk janë me Kurtin. Nuk po flasin për serbët, nuk po flasin për slavët, sepse Kurti nuk mund bëj do të marrëveshje me slavët, po bëri atë, po neve jemi në retorikë, sa e së mund të ndodhi. Tani e vim të fakti. Fakti është ky. Fakti është shumë i thjeshtë, që ata nuk po bëjnë do të qeverin. Duhet t'ja bedore që në Kurti. Pik. Nuk po e bën. Se Kurti s'po e bën dot edhe një herë. Kurti nuk është në gjendje që të gjejë antar të tjerë në parlament. Dakord jemi? Atëre vjen problemi juridikisht te fajësia. Te fajësia. A pyetja është, ku qëndron faji në këtë zvarritje të madhe për të nxjerrë qeverinë dhe ato e tjera në parlamentin e Kosovës? Kurti. Pse pati gjithë të kohë politike që mund t'i gjante antarët që i duheshin për të bërë numërin, sa i s'bën numërin, ju e dini. Po, ka 28 mandate, duhet të paktën 61. Në rregull pra, atëherë si do vej çështja? Do shkojnë në zgjedhje të reja? Nuk e di. Apo do bëjnë kompromise të brendshme me një kryeministër të ri? Të shikojmë. Ndërkohë para pak kohësh Presidenti Osmani para pak kohësh u shpreh se nëse liderët politik nuk bin në dakordsi, do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për një interpretim, sepse ngërçi është siç u thatë, Kurti nuk ka votat, mandatet e mjaftueshme për krijimin e qeverisë, e nga ana tjetër nuk po tërhiqet që t'i lërë stafetën partisë së dytë në këto zgjedhje. Osmani do duhet të kishte ndërhyrë më herët presidentja në vlerësimin tuaj? Mirë, por nuk më ha mendja që gjykata kushtetuese ta ketë objekt këtë. Nuk do ta pranoj. Pse? Cili është nëni kushtetutës që është shkelur? Nuk ka. Kryeministri nuk po bën dot shumicën qeverisë. Dakord jemi deri këtu? Shumë bukur. Atëre, pyetja është kjo. A dëgjojemi? Po, avokat. Po nuk po ndërhyj sepse u vjen zërim me vonesë. Ndaj po lera, ç'më të marrin këta maskarejnë. Avokat, po, e di, ju shqetësojnë, gjatë gjithë kohës live jemi, për ta përmbyllur atëherë, në lidhje me atë çka pritet të ndodhë në Kosovë për zgjidhjen e këtij ngërçi politik dhe institucional. Duket kemi një problem në lidhje me avokatin, po diskutonim në fakt si që bërë me dije, sot ka dështuar seanca e 25 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Avokat jemi sërish në transmetim të drejt për drejt për gjithë ata që po ju marrin në telefon në këtë moment. Urdhon po, pyetja cila është se nuk konstituohet. E qartë, pra nuk po konstituohet, a mendoni se sa afërmi do të mund ta kapërcejnë këtë ngërç edhe si ndikon Kosovës kjo gjendje pa kuvend, pa qeverinë e re? Ju më thatë, një minutë, nesër ato nuk janë, ato i din të gjithë edhe një gjimnazist se pa qeveri nuk e se do të. Po këtu ju më thatë që Vjosa Osmani do të drejtohet gjykatës kushtetuese. U shpreh para pak ditësh, por nuk e ka bërë si veprim. Mirë, po, në rregull. Pyetja është ajo që bëra unë pak minuta më parë. Po. Cili është nëni e kushtetuesës që ka shkelur Kurti? Asnjë.
duhet kushtatuta të thosh që kaq pret, derisa ai të bëj numërin, fituesi të bëj numërin, dhe nuk ka më të drejtë më se vjen partia e dytë. Për faktin që kushtatuta se ka këtë është defekt kushtetues. Dhe Vjosa Osmani tani kërkon që këtë defekt kushtetues ta bëj me interpretim të gjykatës kushtetuese. Po gjykata kushtetuese do ta bëj interpretimin në funksion të interesit kombëtar duhet ta bëj. Por e ka nenin kushtetues ku e mbështet këtë? Nuk e di, duhet parë kushtetuta e Kosovës. Shumë pikpyetje të ngritura për mënyrën se si mund shkoj. Nuk e ka. Po pra, po të shikojmë, kur ne nuk mund të zgjasim më me hipoteza, kur të dalin në skenë Vjosa Osmani, që të shkojnë gjykatën kushtetuese dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, do të analizojmë bashkë. Avokat, ju falenderoj për këtë lidhje edhe për vështirësitë që patëm në këtë komunikim në distancë. Jeni mirë pritur gjithmonë në studio. S'ka. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.